kemi kaluar në momente promocionale. Zonja Zotri do të vinë për ta promovuar këngën e tyre, Driton Shala dhe Titan. Hajde Driton. Mi serve, ai mirë, qëndrojmë të nej. Si e Titan janë nej. Ola! E Driton, mi serve. Faleminderit, mi se gjitha. Si e Driton? Mirë, faleminderit, mirë. Titan si e? Mirë, faleminderit. Titan. Që i bie? Që i bie diçka e fortë, apo ne? Titan e dim. Titani është tamam, Titan. Edhe prej asaj e ke marrë? Po. Nuk e bën ai kombinim tjetër, ëh? Asi, vetë. Po bukur shumë. Po me Dritonin e keni bashkëpunim të parë apo? Po, është bashkëpunimi joni i parë, më marrë të kombo, instrumentala, muzika, teksta, i ka pëlqyer teksti, është një ide e re, edhe e kena ndëzu po. Na zbuloj diçka, sepse fillova me fol më përpara me Titanin. Mirë është me fol me Titanin, me Uranin, me Plutoniumin, me Uraniumin, me... Mirë shumë. Driton, kënga është e zhanrit të muzikës? është si i përzil, mon, i përzine, po. Në si tamin i siltina, dhe mon. është titullu është mon Liria ka emër, për këtë mon. Liria ka emër? Po ne paralajmëro se kjo, këtyre ditëve kemi mësët nevojshme, po gjithmonë e kemi të nevojshme në mamenjen tonë me gravu që Liria vërtet ka emën edhe është UÇK. UÇK, po. Tekstin, muzikën? Tekstin e kam shkruar në komplet, muzikën e ka bërë Buja Beats, instrumentale. Buja Beats, po. Buja? Buja Beats, është një djallë nga Lipjoni. Bukur shumë. Driton, ideja e kujt ishte për me bashkëpunu? Ideja ishte Titonit, mon, më pëlqej mu. E provu me sana, mu do shumë e mi, thash po e bojnë s'është problemave. E jashtë zakonshme. E po mirë shumë. E keni bo klip? Po, edhe klipin e kemi bo, po. A jeni të kënaqur me realizimin, me punën, me... Asnjë artist as jonë këtë kënaqen, a vetëm gjithmonë kisha mujt më mirë me bo, ama deri kom po. Ashtu thu gjithmonë, ëh? Po, kisha mujt ndoshta më mirë me bo. Është interesant more Titan, se kështu themi. Gjithmonë kur dëgjoj diçka të kënduar edhe vet, tham pa e kisha bërë më mirë. Po, sikur nuk e marrim iniciativën. Hajt kur teket një natë, mendon që e ke bën më mirë, shko ulu edhe ftofja këtina, bën edhe herë mirë edhe bën e bashkë. Ha? Në mënyrë që me çu tutje që të Atëherë e promovojmë skena për juve, Liria ka emër, jashtëzakonshme. Po na keni pruni gjatë shumë të bukur. Bile në këtë ditë kur jemi goxhat të mbledhosur me ata që e kanë cënu pikërisht këtë slogan se Liria ka emër. Ku dënohet Liria? Ha? Jo, bashkë është. Na stimulorish. A ja u lot skenën juve, na kena më udhon krejt duhet rokitjet e botës. Edhe kur ajo, edhe punë, edhe dashuri për punën, edhe për skenën, skena për juve. Driton Shala, Titan.
Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Zona e Zotëri do të vitë për të promovuar këngën e tij, për ju, për ne, për të gjithë, Bajram Dushanova. Hajde Bajram, mirë se erdhe. Ka pyet një vërtet ka shohë i djathtë ne. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si e Bajram? Mirë. Si ja kalon? Mirë. Pse Dushanova mbi emrin? Më fal, pse? Dëgjoj. Nuk është pyetje kështu po? Po është puna që unë punoj prej 2001 me muzikë. Po? Jam, domethënë, non-stop aktiv. Mbi emri Dushanova më kam bërë shkaku që unë kam punu me një klub shumë gjatë, apo kupton? Po? Ku gjatë? Në Dushanov? Jo, A jo? me një vend tjetër. Një vend tjetër. Edhe nga që isha i Dushanovës, se me mbi emër jam Bajram Gashi. A Gashi? Po nga që isha prej Dushanovës. Tash Arbria kemi. Tash Arbani thonë. Arbana më fal. Po. Me emër i thonë se në për dokumente kemi gjithë. A lepja u mojnë në Dushanova? Po, Dushanova kemi, po. Si do që tjetë. Po nga që kam punu gjatë në klubin aty. Thëshin kuj Dushanovës? Nuk thëshin, hajde shkojmë filan restorani, po thëshin, hajde shkojmë të Bajram Dushanova. Se qashtu pat ngella. Bajram Dushanova, Bajram Gigollit. Se qikën i afer aty. Apo, ha? Po. Dushanova me hasin janë. Mirë, aty në klub ke bo muzikë, gjithmonë ke këndu? Nga gjitha zhonrat, po. Veç ke këndu? Po, gjithmonë. Vetëm Në instrumenti i bje? Jo, absolut. Jo? Jo, e kam Se nuk i grupin. bje mira, për toke në një nuk bje. Ha? E kam gjithmonë grupin që i mojmë për vetës. Do më Si tregova qëtë edhe grupi njerë. jot, apo grupi Bajramit? Grupi Bajram Dushanovës, që e Mirë thonë. shumë. Po, që 21 vjetë jemi bashkë, si mi nda kur, me cilën edhe e përshëndes. Apo rikan shqiptarët edhe 21 vjetë bashka, ha? I kemi me mbajt unë. A i kemi I maj? kemi majtë në besë. Edhe kam punu shumë, dhe të që jam të knaqën gjithë, me cilën ju përshëndes edhe ata dhe juve. Njëherit, falenderoj shumë për përkrajën tonë, Shumë që keni- përna jep neve. Une kom mujtë masë boba ki me bo videoklipe, spote, kong, edhe ma herët, po së më ka premtu koha. Mirë shumë. E vetëmja shansë, ma dha shansën në mëndë që më nali ky virus i shkrejt, edhe më stopoj komplet. Ma humbi atë vrullin që e kishna. Na humbi gjithë, ja humbi botës. Edhe globit më Në Bajram. ardhë puna, po duhet me bo kong, me bo videoklipe, Mirë për shumë. me vazhdu. Kush e ka bo kongën që do ta këndojmë sot? Kongën është të shkruar prej Naim Çukiçit, Naim Çukiçit. muzika Naim Çukiçi. E përshëndesim. Po tekstin? Naim Çukiçi. A Naimi Po, të gjitha? Të gjitha. Orkestrimin? Naim Çukiçi. Iqizimin? Po. Naim Çukiçi? Vetëm Të gjitha? Po. Pse se lejsh edhe me knu, aj edhe Naim Produksioni Çukiçi. Barisha ka bërë. Ha? Produksioni Barisha ka bërë videoklipin. Videoklipin. Po, kështu që jam i kënaqur deri këtu. Shohim sa Mirë shumë Bajram. E pa bukur shumë. Po ta lëm skenën, na kena me t'i dhonë kej dur tërkiqe. Shumë faleminderit, respekt. Skena për ty, Bajram Dushanova. Shumë faleminderit.
Ratesin, s'kemi prit. Allah shemi kështu. Po na knova në një nivel ndryshe, këtë interesant, ha? Na befalsoj, Unë prita që aty pianisim, a e kallim. Na e veç pak një minut. Gramosit badjava i drejtosh, mikrofon nuk ka. Do me thonë, unë e jom këtu, ajo që ta përkthej. Bë një pyetje gramosit. Po s'ka nevoj se për me folë flasune. Jo, ti veç. E, në Tirana kanë pas Ali Gjigja në tela, se ka hypë në për tela. Kur jemi të Tirana dhe të ditëlindja e Silves, në realitet, ne sonte, kështu prezente kemi një aktor të mrekullueshëm, të dashur, të talentuar, Arton Mazrekun, mysafir në kuadrë publikut. Të përshëndesim nga zemra, do ta kemi së shpejti mysafir, sepse tani më ai ka realizuar disa role, shumë role, në për filmat të ndryshëm, qoftë vendor, po mbi të gjitha, tash e dini, e kemi ka Turqia, nej, edhe të sekur, Arkadash. Faleminderit Arton që je sonte me ne këtu. Respekt. A e kallim. A e mbyllim. Na e me mbyllim, si gjithmonë, unë do doja t'i falenderoja ato që përkujdesen për mua, butikun Ajna, dhe gjithashtu butikun Ikena. Me porosi edhe online, nuk ka problem, i gjeni në Instagram. Qenë ka shumë i bukur këtë fustan që ke vesh. Sonte, jenë konë krejt crazy diqka sonte. Ti komplet, barabar edhe une me ta. Crazy me i qitë thojzat kështu, në kuptimin pozitiv. Pozitiv, po. E po, ishte kjo e tëra, fleni mirë, endroni bukur, zgjahunën e pache. Nesër në mëngjes, syti hapim prap bashk me ju, me spektaklin tuaj, Odon, Sund Radio Televizionin 21. Natën e mirë, miru pasim javës tjetër. Zoti i rujt!